Sot është 6 dhjetor 2013, jemi në grigjën e kishës katolike shqiptare zonja Pajtore, përballë bustit të Nanën Terezës. Vërtet bën ftoftë, por shpirti i saj ka ngrohë çdo zemër shqiptare. Me datën 26 dhjetor 2003, në grigjën e kishës zonja Pajtore vendoset truporja Nanë Terezës, kripa e dheut shqiptar dhe nëna globit. Ajo zgjodhi rrugën e ngushtë që e çoi në geton e të varfërët të botës, duke u përpjekur shenjtërisht të sillte tek ata një fenomen njerëzor për të cilin ata nuk e kishin idenë. Dheu i saj zgjodhi rrugën e errët të mospranimit të saj. Shtatorja Nanë Terezës me lartësi 1.8 metra dhe me peshë 350 kg u bekua nga arqipeshkvi Walter Harley. Në këtë rast do mpreng nervashave u tha besimtarëve se sa herë që të keni pengesa e vështirësi të mëdha në jetën tuaj, mos hezitoni të drejtoheni me lutje të lumtërës Nana Terezë dhe të jeni të bindur se aty do të gjeni shërim. Domnue, çfarë kuptimi ka diela sotme për kishën katolike? Sot është një festë e veçantë, është quhet me fjalorin e kalendarin e kishës katolike liftimi i Zotit, me atë fjalën greke Epifania Domini, shpallja e Krishtit si shëlbusit, si shpëtimtarin e mbar njerëzimit. Prandaj me këtë ditë kisha hapët, krishtenimi o hapë ndaj botës e quajmë ashtu pagane, por me fjalorin më të bukur është ndaj gentilve, ndaj popujve, se vetëm populli, ndëgjuta në fjalën e predikimin, populli i Izraelit ishte një popull i vogël në krahasim me gjithë popujt, çka është edhe sot dhe njëjta gjendje. Prandaj këtë ditë erdhën 3 dietar, 3 mbretën, astrologë i quajnë, e pa një yll në lindjen e tij. E ishte shenjë se ka ardhur i premtuar i Zotit, Mesia. Dhe erdhën mbas atij ylli deri në Jeruzalem. Shkuan te Herodi dhe pyetën dhe ai i thirri dietar shkollçat, shkrimiçaj dhe i tha, ku duhet me lind Mesia? Ai tha, profeti thot në Betlehem. Prandaj sot e keni parë në shpellat e Betlehemit i paraqesëm edhe 3 dietar, tracave të ndryshme. Domethënë popujt, krishtenimi, Krishti hapet sot shpallet e pranohet nga popujt e mbar botës. Domnoj, kur është qel kisha re zonja Pajtore? Dhe jo, dëshiroj edhe 2-3 fjalë të them ende për këtë rreth kësaj festës. Edhe krishtenimi ynë kishte tendencat mbylljes me një popull, se apostujt ishin hebrej. Edhe mendojnë se shëlbimi ka ardhur vetëm për hebrej. Krishti ka ardhur, Mesia i premtumit e kishin ide të mbretënisë së madhe të Izraelit. Por Krishti erdhi si shëlbues dhe shpëtimtar i mbar njerëzimit. Prandaj shën pali luajti aty një rol në koncilin e Jeruzalemit, kur umlutha ad gentes, shkojmë të popujt. Kisha sot ju drejtohet tonë botës, krishtenimin me këtë dritë të madhe, ylli, drita fesë. Krishti është drita botës, besimi është drita botës. Kisha duhet jetë sot për njerëzit, për njerëzimin drita. Kjo është ai qëllimi i madh i kësaj festës të mbretërve, e në popullin tonë e quajnë edhe festa e ujit të bekum, e diftimi, e kështu thjesht e bekojmë ujin dhe fillojnë bekimet e shtëpijeve. Edhe ky si ja thash në predikimin e fjalë, bekimi është ardha meshtari në familje, lutja, familja si bashkësi, si nukleos më i rëndësishmi i shoqërisë. Me qenë hapur ndaj vlerave, ndaj bekimit të Zotit, ndaj fesë, ndaj asaj që duhet me qenë feja. Feja është ndriçim, është dritë, është diell i jetës së njerëzve. A mund të na thoni kur është beku kisha re zonja Pajtore dhe Kisha re është në 2007, ju kujtohet, atëherë ka qenë inaugurimi, bekimi s'ka pas nevojë se kjo ka qenë kish, vetëm e kemi marrë dhe kemi filluar të dikun në korrik e kemi marrë, edhe atër për atëherë deri me sot po bëhen 6 vjet, që jemi në këtë vend të bukur, këtu në këtë kishë madhështore, e kemi kalu prej asaj kishës që me mundë me njerëz atër komuniteti do në preka me ato 100-200 familje, e ka blejat vend kishën 13 molqin dhe është një vazhdimësi e kishës Zoja Pajtore, pos në këtë lokalitet, në këtë vend të ri që prep vazhdon tjetë Zoja Pajtore shqiptarëve, Our Lady of Albanians. Kam vënë re se salla kishës mbushet plot për çdo të diel. A është rrit numri i antarëve
edhe cila është puna juaj në afrimin e popullit dhe bashkimin e popullit? Numri, mendoj se është i mbetë po i njëjti, nështë diçka dhe ka mujtë të rritët, por ju përkujtoj se na i kemi humbur dikun 200 familje me problemet e emigracionit, edhe kur shkojnë në Toronto që formu tash një misioneri e Don Giovanni Kokona është tash ai që e drejton, 80% të atyre familjeve kanë qenë antarë të kishës tonë, por kemi gjetë edhe shumë familje tjera, kemi afru, dhe dillëve kemi kështu meshën dhejtora për fëmijë dhe prind të shkollës katekistike, mandej aty në salë prindja kanë një freskim, diçka me hangër me pi, bashkë me fëmijët e të tjerë që janë të klasave, hinë për klasa dhe mësojnë. Mendoj se salën tonë, si vjetë kemi pak ma kushtet mira ekonomike, financa, mendoj se nështë edhe si vjetë mund t'ja rrim, t'a zgjerojmë, t'a ngrisim manal, t'a bojmë një hapsin të këndshme për 300-400 vetë, edhe dasma nështë atë vogla dhe të bime kështu të mira, një kuzhinë që do të ofrojmë njerëzve edhe ushqimet tona, specialitetet e popullit tonë shqiptar. 100 vjetori pavarësisht patë edhe një ngjarje të veçantë, presidenti i Shqipërisë dekoroi malësinë e madhe nderi kombit. Si do ta përshëndetni këtë eveniment? Mendoj se është me rastin e 100 vjetorit është një dekorim shumë i qëllum, i meritum për malësinë. Malësia është ajo pjesa ma autentike e popullit tonë shqiptar, që e ruajti edhe fen, edhe kombin, e gjuhën, e traditën, e gjithaj thesari madh i kanunit, e i këngëve, i legjendave, në histori e mirë fillt ajo çka ka qenë populli ynë shqiptar. I peshgyn driti pa shpirti, Monsinjor Nik Prela, thonë nëse do me shku me pa popullin shqiptar, si ka qenë duhet me shku të Arbreshet. Unë e kisha me thonë duhet me shku të Malësort, me pa çka ka qenë populli ynë pa ndikimin e sundimit otoman shumë shekullor. Faleminderit dhe miru pafshim ditë tjera. Miru pafshim, ju falenderoj juve, e mendoj se këto misione boni edhe misionet kulturës, që t'japni njerëzve vërtet vlera, ato janë çka jesin, të tjera shkojnë e vinë. E ju falenderoj kisha jonë ka bën dhe të madhe diçka dhe për 100 vjetorin, ishte festivali ju kujtohet në shtator shumë i suksesshëm, ishte simpoziumi i cili ka qenë vërtet një diçka më ka thënë njerëz, mendoj se mund me qenë edhe ashtu si e kanë thënë, më i suksesshmi në Shtetet e Bashkuara që e marrë ndajherë. Edhe ka qenë një angazhim i mirë, një kom ju dhënë disa çka kanë thënë për festivalin, një klim diçka shumë shpirtënore, shumë e dashtën, shumë e afrueshme. Nuk kemi folë gjona abstrakte, kemi dashur mi bashku të gjitha trevat dhe me dhënë një mesazh për të ardhmen e kombit tonë, për 100 vjetorin tjetër, po mi vjetorët 100 vjetore që do të vinë. Kur do të botoni gjitha këto kombtesat? Tash do t'i mbledhëm tash deri në pranverë, në verë dikun do të bëjmë botimin, ka vjeshtat e dikun ka shtatori, tetori, ose nështë edhe për festën e flamurit, aty afër dikun, pavarësisht do të bëjmë edhe promovimin. Faleminderit e gjithmonë promovime u takofshim. Faleminderit jush dhe faleminderit të stafit juaj. Familja Palushi që është nga Shkodra është një familje e nderuar, një familje artistash që merr pjesë vazhdimisht në kishën Zonja Pajtore, ato vinë çdo ditë me familje dhe me fëmijë. Zoti Palushi si fotograf. Faleminderit për këtë intervistë, kjo është kontakti i parë me Albdreams TV dhe jemi të kënaqur herë që mi prezantu. Kjo është dita e madhe, dita e shfaqjes Zotit, dita kur bota marr njohu zyrtarisht këtë figurë të shume në sensin civil dhe këtë mretnit Jezu Krishtin. Unë sot edhe më dhe më gëzuar se gruaja ime ka lënë të njëjtën ditë. Shpresoj se kjo dhuratë e madhe më ka ardhur në familjen time. Ju jeni edhe si kronist i kishës Zonja Pajtore, keni disa fotografi, jeni autori i albumit, cilët janë disa nga aktivitetet që do të bëni këtë vit në shërbim të kishës Zonja Pajtore. Ne dy mundohemi të jemi love profile, mundohemi mos të jemi në plan par, rrim, aktivizohena, jena antar denk kësaj familje dhe mundohena të bëjmë të bim kontributin tonë në këtë kishë, asgjë më tepër.
Kësuar ditëlinjen, edhe ju kam parë shpesh në podiumet e kishës, me recitime, me mbrëmje artistike edhe me veprimtari tjera. Kjo për shembull sa një aktësi për është. Është nësi me kënë antari këtij komunitetit me përku kësaj kishet, për arsyen se duken se jena larg adhut, larg familjarëve, këtu është një familje e Zotit, një familje që gjejmë bashkëpunim me Zotin dhe mundohena që t'jena shembull në ato që bëjmë, në atë veprimtarin të kishës apo të komunitetit, që të paktën tani më vedhin si një 10 vogël këtu në Amerikë. Dhe me këtë rast gjej rastin t'ju përshëndes juve për veprimtarin që keni me anë të website-it, të filmimeve të ndryshme dhe të sjelljes pasqyrimit të veprimtarisë komunitetit dhe sidomos të kësaj kishe ku unë i përkas. Një falenderoj. Falenderit edhe ju dhe suksese për këtë vitërit. Sot është ditë e diela, vini vazhdimisht në kishën Zonja Pajtore? Vazhdimisht vi çdo ditë diele, ka nga një rast që nuk mund vim për arsye, që thonë arsye punë, arsye të ndryshme, por mundohemi çdo ditë diele të vim në meshën të Zonja Pajtore të kishës dhe i bie edhe fëmijë në katekizëm. Kam gjithë fëmijë në katekizëm. Ka që kur ka marrë në Amerikë, mundohemi që të vi çdo ditë diele. A ndihesh shqiptar në kishën Zonja Pajtore? Shqiptar dhe shqiptar i vërtet. Po, çfarë do uroni besimtarëve ose gjithë të afërmit tuaj me rastin e festave vitit të ri edhe të gjithë besimtarëve dhe të gjithë shqiptarëve kudo që janë, si në trojet tona dhe gjithmonë në vendet të ndryshme të botës, ju uroj një vit sa më të mbar dhe të realizohen gjitha dëshirat dhe aspiratat që kanë në jetën e tyre. Tash që është dimër, ju pegon dimrin marrë në kishë? Absolutisht, absolutisht. Po patë njetin e mirë që shkosh në kishë, nuk pengon asgjë. Sidomos këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse rrugët janë të hapura, se në orën 5 të mëngjesit gjithë natën punojnë dhe i pasojnë dhe rrugët janë të hapura. Vetëm do të jetë vullneti për shku në kishë. Faleminderit dhe suksese. Asgjë, gjithashtu. A vini çdo dielë në kishën Zonja Pajtore? Po monona për çdo ditë të diell kur kem mundësi që na shopona, kem sjeft bashkohna të marrin pjesë, të lutna, bashkojmë rinin, shina njëri me tjetrin. Kjo është i mundësi i ushqim që çdo njeri mund ta shijojë një ditë në javë. Si punohet me rinin në kishën Zonja Pajtore? Me rinin në kishën Zonja Pajtore për mendimin tim punohet shkëlqyeshëm. Zotni domnou po ban pa mojtën për me bashkuar rinin, me i bashkuar nxënësit, me ushqimin shajtën në trupin e tyne, e në jetën e tyne. Kjo për mendimin tim bashkimin këtë kishë është një familje e shajt që bashkohet kudo në vendin tonë. Duke u bashkuar këtu, mund bashkohen deri në vendin tonë, në Alpet më të mëdha të Veriut, prej kavive nga majt e Vërmoshit, ku u vonën themelet e kufive shqiptar. Atje ku e mbrojti Prekcali, po jo? Atje mbrojti Kelmenasit me më krye Prekcalin. Sot a ftoft shumë? A u pengon ftofti rruga vështirë me ardhën kishë? Me të vërtet i ftoft borë kara, po kur ke në vullnetin e besimin të Zoti, nuk ka gjë që mund të nalojnë. Çdo gjë kur besosh te Zoti realizohet. Shpirti i shenjtë i ngroh gjithë apo jo? Kam besim se shpirti i shenjtë i ngroh gjithë shpirtat kudo që janë në botë që besojnë në shpirtin e shenjtë në Zonjën e bekuar në Krishtin. Faleminderit edhe qoftë gjithmonë në familjen tënde edhe në fëmijët tuaj. Faleminderit zotni Zefer Rush për servisin që po bani drejtua kishë. Inshallah Zoti u nimon mani këtë punë të vazhdueshme. Zoti inshallah e populli bashkë të tanë. Por i ka je? Jam prej Hotit. Prej Hotit, Malësisë Madhe? Po, prej Malësisë. Sa vjet keni në Amerikë? 40 janë. A vjen për çdo diell në kishë? Po, kur munin peshën edhe gjithmonë vimë në kishë. E kur s'muni që një ligjo, vinë të tonë familje. Si njështu në kishën Zonja Pajtore, kur e ndjek meshën e domnojt?
mirë, bukurën kish, besa gjithë kush vjen, asë në gurë qitë një mënë, por i herë belda kujtojnë se jo, se ajë që shkon kish ljumë ajë, me familje, me të... Stelina. Stelina gëzosh, po mbi emrin? Vukaj. O, Vukaj. Ti e nga Malësia, e? Po. Ke shku njerë Malësi? Jo, vetëm prej Vërmoshin. Prej Vërmoshit? E ke pa në fotografi Vërmoshin? Po. E shumë i bukur më Vërmoshi. Po, a ke. Po, a vjen në kish për dit? Po, për dit. Për çdo djel? Aha. A flen shumë kur nana qënë me ardhë në kish, apo që është vete para? Nana më qënë ka herë, po atër vetë qoj ka herë. E vishesh vete? Po. A i din në ruzaret, Po. a mund thush diqka? Po. Atë jënë që jënë qilë, që nuk jotë emni jotë, arpë në një jote, u banë fonesa jote, si në qilë ashtu më e bukën tanë të përditërme, e për në neve sot, një në ne fajtëm kate tana, si në në fërtoj tanë, mos në le më rranën keq, po lërgona për gjithë keq. God bless you. A shkon në katekizm? Po jam në katekizm. Qa mëson atje? Gjana për Zotin, edhe si që thonë... Për Krishtin? Po, janë shtonë. Mesazhet e Krishtit, fjalët e bukura të Zotit? Po. Se Zoti edhe Krishti i don fëmijët, apo jo? Po. E din ti se fëmijët janë engjëjt e Zotit, engjëjt e Krishtit? Po, vetë di. Nga din? Nga, kush ta ka mësuar? Mësuesit teme. Është sa bukur? God bless you. Thank you. Prej ka je? Vetë jam prej e martuar në Vërmosh. Po, a je vizitore, apo a je... Jo, tu jetu këtu. Tash sa vjet jeton? Tash janë 12, me pasaport amerikane, me tanë. A vjen shpesh në kishën zonja pajtore? Po, për gjithë lidha. Si ndjesh këtu? Mirë, për zëtë shumë, kjo beku Amerika për mua. Pse, si është historia familjes tane? Historia familjes teme është, djalim ka dekë në burg, burrim ka dekë në internim, ma shumë se kam vujtë, s'ka vujtë, kush kujtejnë. A keni qenë të internuar në Shqipëri? Të internuam, po. Nga sistemi komunista? Po, në sistemi komunist. A i ke thënë ato ruzaret në kone komunizmit, kur nuk i lejon të komunizmi? I kam folë në grusht, ishtu. Kam marrë lidhë spikun si urat, se s'kish urat, edhe i kam folë, ishtu, tu pajt dorë në gojë që ishtu në makinë të shku në punë. Po, si do të uronit besimtarët e shqiptarët me rastin e vitit të ri? Besimtarët, kjo është i beku Zoti Amerikë një herë shparit, atër edhe shqiptarët gjithë ka shkoshin, kjo është në lumëtën. Faleminderit edhe ty. Si ke emrin? Silvester Duhoni, edhe më në kish, e këtu më thërë dikush Sullë, dikush Silvester, dikush. E gëzoft se emër i bukur, bolo, emër fetar. Zotit Zot. A vjen në fe, a vjen në kish? Për gjithë djedila, në hem tërmik, ka 3 mesh në ditë të shishna. Sa vjet ke në Amerikë? Ko marrë një herë që 40 e kusur vjetë, ko marrë turist një muj ditë kom nejtë. Një herë. Tëna kom marrë, kom shku 2 herë në luft në Kosovë. Se jam konë në Kosovë, jam konë komunirë milicie, jam konë komandant brigade, jam konë në tëna, vishë në parti nuk jam konë. Po sot është dimër, aftoft, si ke mujtë marrë në kish? Ja, për mu sa të fesh, falin me njerë Zotit. Se që në kompë me jesh, ko mushe këta mujtë beku më gëstaren, dhe që i ta në gjepë. Kisha Zojna Pajtore zhvillon shumë aktivitete, gjatë këtij viti ka qenë mbushur me aktivitete, cilat nga ato mund të përmendni që edhe ju keni marrë pjesë në ato? Një ndër aktivitetet kryesore ka qenë festivali që është bazuar mbi 100 vjetojnë në shpalljes pavarësisë dhe shpallja e pavarësisë. Dita kur është festuar për shpallja e pavarësisë. Këto kanë qenë 2 aktivitete kryesore që janë zhvilluar gjatë këtij viti në kishën tonë. Dhe shpresojmë që në të ardhmen zhvillohen edhe aktivitete tjera, dhe aktivitete më të rëndësishme dhe aktivitetet kanë një rëndësi të veçantë sepse bashkojnë popullin shqiptar, komin tonë. Dhe për këtë do të jena mirënjohës të Zotit dhe Krishtit që na ban të mundun
kaq larg vendit tonë me zhvillu aktivitete kaq të rëndësishme dhe kaq suksesshme me bashku popullin tonë dhe kombin tonë. A keni një projekt për këtë vit? Po, në projekti kryesor është si çdo vit zhvillojmë festivalin, që është edhe aktiviteti më kryesor edhe aktivitetet që bëjmë me fëmijë, me lojnat e fëmijëve, me spartakiadet e fëmijëve, futbollit e fëmijëve shqiptar. Edhe këto janë... Tu ndajnë edhe çmime? Po, zakonisht dajmë edhe çmime për vendet e para, dyta, simas vendeve. Edhe këta zakonisht e bëjmë gjatë periudhës së festivalit. Mendoj se këtë vit do ta vazhdojmë një 2 ditë përpara, biles sepse marrin pjesë më shumë ekipe. Dhe për këtë i falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit edhe ato drejtuesit e këtyre aktiviteteve sportive. Ju keni marrë pjesë edhe në këto aktivitetet që nderoni shumë themeluesin e kishës Zonja Pajtore Dom Prank Narvashën. Po, është një merit e veçantë për Dom Prank Narvashën, për themelimin e kësaj kishe dhe bashkimin e kombit shqiptar. Mund ta themi me plot bindje, sepse ai ishte një ndër kryesor që bashkoi dhe arriti me bashku kombin shqiptar në një vend kaq larg vendit tonë dhe një vend demokratik dhe një vend begat, siç është në Amerikë, sepse ka shqiptarë kudo në vende të tjera të botës, por jo kudo mundën me u bashku. Dhe për këtë falenderojmë Zotin edhe Dom Prank Narvashën që kanë bënë të mundën këtë. Faleminderit edhe ty gëzuar, Zotit Bekov.